Ulështu dhe mos lëvret. Është. Tagar! Nga Azili, para se të fillojmë, po të njoftoj me drejtat e tua. Ke drejtën e heshtjes, ke edhe drejtën e një avokati i cili të paraqitet nga shteti. Dhe çdo gjë që të flasësh këtu, duhet ta dish që regjistrohet. E di, i kuptoj drejtat e mia. Je i sigurt që i kupton drejtat e tua? Po, shumë i sigurt. Je dakord? Dakord. Hiqja provat. Natë, a e pranon që ke marrë pjesë në vjedhjen e traktorit Azemit? Po, traktorin e pranoj se mekanikovër me pruva. Nehat, na trego si ndodhi në gjithë ngjarja. Nuk isha vetëm. Kush ishte me ty në vjedhjen e traktorit të Azemit? Nuk dua të flas për këtë. Nehat, je në nënhetim edhe për disa vjedhje tjera, vjedhje dhe thyrje. Do të bashkëpunosh me policinë. Jo, këtu asnjë si pranoj. Nehat, gjatë hetimit është bërë ekspertiza e telefonit tënë. Janë gjetur disa mesazhe, aty shkruan se është bërë vjedhja e traktorit të Azemit. Si e shpjegoni ju këtë? Nehat, mesazhin që e ka dërguar shoku tënë, i ke thënë: "Babo, takomi të vendit që kemi caktu. Azemi ka fjetur. Sonte e marrin traktorin, mos u vëna." Mesazhi Rasimi. U kry babo. Nisëm me njëherë në orën 11. Takomi aty dhe e marrim traktorin e Azemit. Janë këto mesazhe që ke folur me shokun tënd për plaçkitjen e traktorit Azemit. Po, këtu janë mesazhet tona. Kush është shkëmbysi i këtyre mesazheve në telefon? Nahat, nëse dëshiron të na ndihmosh, të bashkëpunosh me policinë, do na ndihmosh ta zgjidhim rastin e plot. Ishte Rasimi. Ku ndodhet Rasimi? Ai ndodhet në fshatin tjetër. Gani, shko shpejt regjistro qatë deklarat. Koleg, njoftu prokurorin e rastit Miner dhe patrullat e jenë gati, se kemi informacion për vendodhjen e të dyshuarit tjetër. Në rregull koleg, prokurori njoftohet me njerë dhe gjithë njësit do jenë gati për 5 minuta, gjeti ka dëshmëri im. Japi njoftoj me njerë. Policia, vrit! Kushkaj! Onë qeni! Vëdëmikë! Policia, mos një vrit! Dhe t'jena vu kohë ty t'as një lëvizje mos me bo! A mërë vesh! Koleg, kap në këto, kap në! A jemi koleg? Njoftore një ambulon. Ullë koleg. Përshëndetje. Përshëndetje. Po jam Master Fezullovo, avokat i licencuar. Urdhra, ullu. Faleminderit. Kam ardhur për ta ushtruar detyrën time dhe për të siguruar për gjatë kësaj procedure të respektohen të gjitha drejtat e klientit tim në përputhje me ligjin. Zoti Fezullah, policia ka respektuar gjitha procedurat ligjore. Klienti i juaj është njoftuar për drejtat e tija dhe intervistën e kemi ndërpreje deri më ardhjen tuaj këtu. Faleminderit. Para se të vazhdojmë intervistën, kërkoj që të kemi një bisedë konfidenciale me klientin tim. Patjetër, zoti Fezullahu, klienti ju i gjendet në dhomën brenda, andaj tani do ta kesh një takim në të privat dhe mund të vazhdosh me të. Faleminderit. Urdhëroj.
I akuzuar. Ky është avokati juaj zyrtar, cilin shteti e ka procedu për ty. Tani do të lë vetëm, do të bisedosh me të dhe do t'i heq prama, të lutem sillu mirë. Jam Astrid Fezullohu, jam i caktuar si mbrojtësi i yti. Sipas detyrës zyrtare, që nga ky moment do të jem pranë teje gjatë procedurës dhe të kujdesem që të respektohen të drejtat e tua. Si po ndihesh? Jo, nuk jam mirë, jam shumë i shqetësuar. E kuptoj. Dua të më tregosh me qetësi çfarë ka ndodhur. Traktorin e pranova, sepse me zënë me provat e ti. A për vepra tjera nuk pranova asgjë. Është e rëndësishme që çdo deklarat që jep ti të jetë e vullnetshme dhe e vërtetë. Nëse nuk dëshiron të përgjigjesh një pyetje, ke të drejtë ta thuash. Mua po më kërkojnë të flas edhe për arsimin. Nëse vendos të jep për deklarat, boje vetëm sipas asaj që din. Mos thuaj gjëra që nuk janë të sakta. Kam frikë se do të shkoj në bojë. Për çdo mos vendos gjykata, detyra ime është të sigurohem që procedura të jetë e drejtë dhe që të mbrohesh sipas ligjit. Avokat, a do të më ndihmosh? Po, për këtë jam këtu. Do të shqyrtoj provat, do të jemi pranishëm në intervistë dhe të mbroj të drejtat e tua në çdo fazë të procedurës. Faleminderit, avokat. Tani që caho, kur të hyjnë hetuesit, dëgjoj pyetjet me kujdes dhe mos u nxita në përgjigje. Nëse ke nevojë të konsultohesh me mua, ma thuaj. Nehat, mos u shqetëso. Ka që është intervista jonë, për çdo gjë jemi në kontakt. Ditën e mirë, ju përshëndes. Mirëdita, Mirita ju ndëru. Qa muna mine mu? unë jam Berat Evozi, i morë për në tregu një farost. Okej, në rregull, vazhdoj se një. A më nësh më na tregu çfarë ka ndodhur me rastin? Personat e pa një orë në ka sërmuar shtëpinë. Ata ishin 2 persona, ne nuk guxonin televizion nga vendi, ne morën parat dhe serët me lirë të shtëpisë. Mirë. Aktualisht për momentin e kina njërin të dyshuarin të cilin ti duke e sqaruar dhe ajo është mbrenda në dhomën e intervistimit. Na do t'ja mundsojnë vetëm ta shikoni atë, por ju ta kontaktoni në asnjë mënyrë. Në rregull nderuar. A muna me vazhdu ta identifikosh personin i cili dyshohet se ta ka thyer shtëpinë ty. Vazhdo ti drejtoria, unë do të ndezë drejtë. I nderuar, a mund na konfirmosh a është ky dyshuari i cili ty ta ka thyer shtëpi? Po, ky është personi atë natë që ka qenë në shtëpinë time. Faleminderit i nderuar Berat për bashkëpunimin me policinë. Rasti për thyrjen e shtëpisë tënde dhe deklarata jote do të bashkangjitet dhe do të dërgohet prokurorisë. Për çdo rast ne do t'ju njoftojmë juve. Kjo ka qenë një natë që nuk do ta harroj kurrë. Në rregull i nderuar Berat, ne do t'ju njoftojmë për çdo rast. Mund të vazhdoni. Faleminderit. Timur agent, rrot pa dolën Prishtinë. Halo për katun tënë transporti së rregullue. Edhe katun jurë në Vallametën rrut pa u asfaltue. Po, valla. Në këtë Prishtinë, veç për punë po dalëm. Së më kush po dojnë nejtë katun. A përshre që transport s'pa ko, rrugë s'pa ko, këtë po dojnë me dolën Prishtinë. Ves na kena me mbitë katun. Tukë nuk e lomë. E kemi traktorin e do të punoj me ndjesën të ujë. Po, Bastia Zam. Katurin na ka rrit e pi punëve kur stutna. Po ikun vitet gënd, po ikun rinia. Njerëz të ku është po plokën, jeta po ecë shpejt. Shto është Bastia Zam. Edhe rinia sodet gënd, kush s'pedon punën si për para. Këtë po dojnë me pas punë të gati. Po, valla Bastia Zam, ç'është është?
Adejës Valaldaj. Jetë. Qyrë mi më të pëmë se për duke të mira këtu. Qëtë që të mulla për duke të kuvend mira. Mere një kisë që atje morë një kirë mulla dhe një kirë bare. Ama morë njënë i marë mulla të që ditë që atë dora që atë një kirë për. Avem uma motelă de pământă în ocurile. E mërë bacja sem, kanë më gëzu shumë fëmija që tarë vend për në Kopen. Po valla gent, mirë e kisë të fëmija gëzuhen, me qka do. Edhe motra e me besoj që i dje mirë, kur që qojnë dhe qka për shejtë. Po, valla, a ecë para taj? Ecëm. Gent, kanë met 4 euro, e po vim rrallë në Prishtinë, dhe me him të bërberi me i prej fljartë. A pe prejnë edhe të? Jo, bacja sem, së në kom qak një rritë. Po bërës po vim rrallë pe katuni e kështu kon mirë edhe të me i prej. Pej bashkë. I lone se kom qak një rritë të prejte. Ma ba që të kese, e së në zvanë ma bëj me prej, e të prej që të mirë. Më dita për me? Dita më shtrejnë. A i du? Jo, ka pa falu dhe ti. I na me prej fljartë. Po, pa tjetër, mund. Se pak zhegë edhe më kanë rritë fort, po na po vim rrallë për i katuni këtë rëshihë. Bacja sem, po mi pas ka prej po lojka. Po vëlla këtë, edhe po njëna marrë hatash. Po a shkoj paketëm qytetit se na kemi morë rrugë gjokë për me shku në katonë, më të valurë. Hajde.
A unë keni arrua, unë keni blina i sen? Po, ka di dardha dhe molla. Wow, faleminderit. Pi qovë Gjogjin? Mashallah. Qëre. A bëni që sëne? Po, cilat pëlqeni mere? Faleminderit Baci Azam. Dadali! 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 Oj, qika jeme? Kor Baci Azam edhe gjenë. Dadali, që më kam ble? U qika jeme, a mollë pas kam prua, o molla e dadës. Boft mirë, shumë faleminderit për tyne. Po shkon dada mi u folë. A po rrim ti? Po vi me ty. Ani, dadës, haj. Ma, mujte? Erdhe mujte. O gjodhe? Ja. Gjendë këtë ka dada, mujte dadës. Hala, dobre. Hajde, a i një gjodha o zheket? Edhe ka pak. Hajde qika jeme, ma keni dhonë mollën, thuje, jam unë e vetë mollë. Hajde, apo ullum qëto? Ani, valla, sa ma mirë po më duket. Po, se mrena zheg. Pak është pa... Po është, po, qa me bo? Mirë. Vesh flak. E fja gëtë se... Se një botë kemi bon. Po, valla, hajde. Unë zë shtirano. Loqa, kishtë atë shërë. Ty bëjmë utër zheg. Zheg e sot dhe dullëm pak me gintin në Prishtinë, se të edhen që shkel posë, kuna me koni molit me këtu flok, e henëm të berberi e o qetë, ha? Ani mirja ke bobo. E që shto pak dullëm edhe o shetet të pak, të në pazor, po ta qef me qitë gintin, se këso dole fart atje me kalzu që është qere. Na u ka rritash kjo më bosi zë shpije, gati, me po shehrin para meja. Shkon kjo kështo, doda do të me shku para teje, jo ti para meje. Ka diçka te kë, ka. Mi se erdë, Baci Azam. O bilë si u gjetë, Marmen. Se që ua heq. Gent. Dadali, ma vjen më ulla? Faleminderit. Që më utër pak do për mi prumë pe i shihri, i që më rana. E bof shajro, vlo. Nera të rritë, Baci Azam. Nirë, pas. Baci Azam, a u lodhe sët në sheher, a qa kish naj tre? Ty barber më lodhëm ka pak me gintin, po edhe treja po. Pashkallohin, me thonë dë vërtetën, unë e pashkojnë shehere pe morëm do haqe do sene, po marrë edhe mërzi. Se Baci Azam? Se pashkallohin, e vrejta po mushet shehri. E katunet ko po zbrazën, po jesën vetën ku për pashkojnë sheher, që kjo tuk, kush me livruhe, kush me këqyri gjonë, kush me do të zotë i veni. Na do bo ke kemi këto, po badihova parini, po të knoqë kur gjonë. E që kjo po më pengon mu shumë me thonë drejten. Zbrazja e katuneve. Kretë për shujnë. Zdo jo, veç kur një ka i familje që e shënë këto katune dhe përshkujnë në shejerë. Që kjo pak po më brengurës, po s'kem qa me bo. Po, valla, Baci Azam. Edhe shokët e mi, krejtë e ndalë në Prishtinë. Dojë ndalë për punë, e dojë ndalë për shkollë. Krejtë po dojnë me shukit venë. Po e di gëndë, ne ishtë të rrë të rritesh që shto, duhet me shku në fakultet, studime. Besa, ko me na duft me shqit najtu ka diqka me ta mundësu me krye fakultetin. Jo, la, Baci Azam, tokë për mu s'ki me shqit. Se në këtë tokë unë jem rritë. Po gëndë, mos u bo marak se kena me abo diqysh, se njeri me dije ko vlerë të modhe. Baci Azam, mos u mërzite, se për gentin këna me bazë gjivje. Edhe unë i kam dy qikat e mija që i kom pru për Gjermanisë, edhe ato ku me shkollu, sa të rritën se në dvëgla njerë. I gentin në kohë nevoja, me tokë, me kerën që kom pru për Gjermanisë, ku me shqit, veç me shkollu. Edhe jam të menu, kur të bëhet me shku fakultet. Dhe mja bo venin në Kovikën në Prishtinë.
konvikte kena me qume student atje. Edhe me të pomë në bibliotek, Prishtinës çdo herë atë të mësukent. Me mësime neve na gëzon zemrën. Po valla gent, mirë po thatë beni. Qashto që shekone mirë dhe tash do të me vazhdu të studimet. E me na bo krenar tonëve neve. Me mësim. Po valla. Edhe babo ma hajlon në amanet. Me mësu. Unë e digen që i djali mirë. Si që pesho, edhe amanetin e vlo tem, jetë e mojtë. Unë krenuana me ty gjithë. Qfa një pikëm. Ku po shkoj, takuana me njerëz. Din qysh pënina po mirë, po të përmenën. Djali i mentorit. Shëmbullur në shkollë. Krejt pesë. Bravo, gent. Mare gent. Lëm doda. Pos doda. Sa po knaqe doda kur pinin pjallë të njerëzve të thonë lëm mentori çfarë djali kalon. Ashtu dodës do të me konë. I sjellshëm. Edhe dije dodë. Kur të shkojsh në sheher, mos gabo mu shoshnu me gjithë kanë. Se nuk bën, a? Nuk bën edhe mu lazdru. Se tani dodës prishesh me dodën. Te e din që atë ka thonë doda kur je nisë në shkollë në fillim. Na do të me konë krenar me ty. Besa edhe nderin e babës mos me aul. Maje men sot dhe 100 vjetë. Vlo, pak fjallëve tua që i the po shpërnguden. Mos u mërzit pse dalin njerëzit pej katunit. A e din që kanë thonë të mështë me ty në herë. Ku ka razi, ka shpia vlo. Ata njerëzit që kanë razi, kur nuk dohen. Kur se lojnë venin e vetë. Kur se lojnë fshatin që shduhet me thonë tokat pa punu, arat pa i kry, pa mjell, pa bereqet. Jo vlovi jem jo, ata që dalin sheher, le të bojnë që ka dojnë vlo. Na, mos të lëshojnë a venin tonë token, që tu ku jena rrit, ku e kena kalu edhe rinin, e ta shpe kalujme edhe pleshnin. Na shtovë zoti veç shnetën e bereqitin. S'kem qka me bo. Qysh je hall, a mujte? Po, te qysh je? Mirë, faleminderit. Mirë. Te qysh je? Halla për nje? Jo. Kjo është Genti, djali i mentorit. Gente? Mashallah, qa ko ke rrit. Emër Arben, qa pas ke ndryshu? Emër e halla jam, Gurbeti më ka ndryshu. Po apë një këta, kjo është Kojshia, që ka pështu pe luft e Gentin. Azemi. Sen, hani mirë. Dadali. Dadali? Mujte. Po, te. Qysh je halla? Qysh je? A je mirë? Po, mujte. A mujte u lodhe? Po, ka dal. Hani, popës. Hajde, po vini? Po. Hajde hall. Ku po dërë më ulloj doda, po unë gjë qëtoa? Jo më i datë, që të po ullna. Se po du më ullë, si të na herë që shtje me ullun. Ani, ljum bofsha për ty. Ullot. Ullo, hajde Gent. Do të mirë se ke ardhë. Mirë se ju gjeta më i datë. Po i datë, ata bi do ujtë bonarit ftaft.
Po moj dad, se fort më ka marrë malli me pikë ta ujtë Kosovës, në venit tem. Ani do, që po ta bisa hora? Lumdoda, po mushe dite për ditë shpia. Po e gëzushme jam. Bësh hajrë da dalimi këta ujë. Haj paq. Bira një gotë ujë halës tunë edhe bas ta zemë. Po dodës. Se une nuk jam eshtë. Shtaf se o konë zhek gjithë ditën një bisa hora. Faleminderit moj dad. Dhe dali, edhe genti më së sheshtë. Ola i datën e këshapi me kofe qështë. Po më i do të qyshja? Jo boft mirë. Që ka koni ftaf, bre. Më i do të. Tu unë za ma karshi teje. Hajde moj dad. Më i do të. A jeni mirë krejt? Mirë moj dad jemi. Qysh pe kaloni në Turqi? Po i mirë me thamë. Mirë po gjithë herë e kena menjen këtë në tokë tonë, ku kemi lindë edhe jemi rritë. Malli për Kosovën asë një herë nuk na hiqet. Po do të, e di. E di që jeni teqt për këtë vend. Po shëqër dodës që keni ardhë. E ke morë edhe djallin. Erë dita me uzatit bashka, pet, e mi ju po. Dhërë zoti mi marrë dhe tjertë mu bashku. Inshallah. E mu qmal pak. Moj dadali, nuk jemi shkuatje prej qefit, po prej zorit. Vjerri dhe burri jam kanë qenë për ndjekur këtë vendin tonë. Por sigurit familjes u detyruam mosh për ngullin Turqi. Në fillim menduam që do të rrim veç pak vjetë. Burri gjeti punë, fëmijët filluan shkollën dhe vitet kaluan njëra pas tjetrës. Njeriu thot, edhe një vet, e pa kuptu kaluan plot 20 vjet. Moj dod, e di që se keni pas lef. Po, a jeni adaptu heqe, a jeni mësu me jetu në Turqi, oj dod? Po, moj dod, jena adaptu, jena mësu, mirë po gjithmonë e kena pas zemrën dhe menjen për venin tonë, për Kosovën. Moj dad, sa herë të një dikan të folë shqip, zemra mushet plot vaj. E sa herë të vjen vera, më shkon mendja te kjo bërë, te kjo shpi, te njerëz të mi dhe për bukën e Kosovës. Jetesa është e mirë atje, po vendin tonë nuk e zaventson asnjëherë. Po bocet, shpia huj gjithmonë betë shpia huj. Kërkush sanin vetër ma mirë, se son tukën e vetër shpinë e vetë. Po baci Azem, nuk mujta me nejtë në Turki, për pa ardhë me pa njerëz të mi. Komutanı! Hisham! Komutanı! Hisham! Muslimlik! Hadi Muslimlik! Muslimlik! Skoma kur gjo? Muslimlik! Hadi oğlum. Rengin! Rengin! Hadi. Masada stop! Masada stop!